Autizmi është një çrregullim neurozhvillimor, domethënë i prek shumë fusha të ndryshme, është një spektër i çrregullimeve që mundet me prek shumë fusha të ndryshme. Dhe shenjat e para të autizmit mundemi me vrejtë fëmijët shumë të vegjël. Zakonisht pjesa më e rëndësishme ku mas shumë ti mundesh me vrejtë është mosha 2 vjeçare, kur një fëmijë i spektrit të autizmit nuk reagon kur e thrasim në emër, nuk e ka kontaktin me sy, e ka këtë pjesën e të kuptuarit më të dëmtuar, domethënë edhe nuk i merr udhëzimet e thjeshta, hajde shko, merre ose çoje, zakonisht çush mund me bëni fëmijë me zhvillim tipik. Këto janë shajat e para që mundemi me vrejt. Mandej varësisht prej fushave në cilat është i prekun, është fusha sociale, kryesisht e prekun të personat me spektër të autizmit. Domethënë kam problem, kyçje nëpër grupe qoftë të vogla apo të mëdha, nuk bashkëveprojnë me moshatarët, me motrat ose vëllezërit, me fëmijët e kopshtit. Përveç kësaj, munden me pas të prekun edhe fushën e komunikimit, ka shumë raste që personat autik nuk komunikojnë, domethënë nuk kanë komunikim vokal, verbal, nuk flasin me fjalë. Pjesa tjetër që mundemi me vrejt një fëmijë me autizëm është ajo pjesa që është shmanget, domethënë prej situatave, prej tollovive, prej grupeve, i pengojnë zhurmat e mëdha, e ka të fiksume obsesione, domethënë të fiksume renditjen e lodrave ose prishjen e tyre, mandej e ka dritat e mëdha munden me i pengu edhe shumë raste i pengon nëse shfaqet edhe zhurmat nuk i duron as pak. Këto prejnë disa prej shenjave ndoshta që edhe prindrit pse jo munden me i vërejtë, pa dyshim që ndoshta edhe qëndësore është edhe trajtimi i fëmijëve që janë në spektër të autizmit, dhe ju si psikolog më së miri e dini edhe nga përvoja ju se ndoshta qysh është me u marrë me fëmijë që kanë probleme ndoshta me autizmin. Ndoshta me nga të regu Besa paka shumë se kur do të me bo vizita e parë të psikologu, sepse dim që ndoshta me, ose pa dojshë ndoshta edhe prindrit nga njëherë mundet mos me i vërejt to simptoma ose me janë shkajlu ndoshta pa qëllim për thëmi. Unë zakonisht i preferoj prindve dyshimet e para që i keni, qysh moshën një vete gjys ose 2 vjet, me njerë me kërku ndihmë diku. Nuk është kur gjë e dëmshme, edhe nëse fëmiu funksionon në rregull. Thjesht nëse ki sa do pak dyshime, bëje një vizit, kontrolloje qofte psikiatri, qofte psikologu, me hekat brengën. Për ndryshe, rastet që po diagnostifikohen rreth moshës 5 ose 6 vjeçare, për shkak të neglizhencës të prindve, po është ma problem me u fut në rrjedha të seancave, terapive edhe të mësimit. Shumë sa ma i hershëm trajtimi, aq ma shumë ka sukses të fëmijët. Kështu që për krejt ata që ndoshta përmendet që kanë dyshime, është më mirë me u parandalu se sa me shku vitet të tona pa u trajtu e fëmija. Po, ka shumë raste, domethënë që edhe nëse i kanë veç një ose 2 shaja, thjesht e dërgojnë në vizitën qofte psikiatri ose psikologu, edhe e marrin një feedback, e marrin një përgjigje që mirë është fëmijë ose diçka. Po ka shumë raste që kanë shenja më të mëdha, po prind ndoshta nga mosdëshira për me pranu ato, e neglizhojnë edhe e lojnë hajtë se fol, ose më ka fol vllau ose motra ma vonë, njëjtë pe bën edhe kë, domethënë me çto e shtyn, ç'më thon, me çto justifikime, po. E shtyn më shumë atë pjesën e diagnostifikimit, po unë gjithmonë ju preferoj dyshimet e para që i keni, është shumë rregull me shku një vizitë e psikologut, e psikiatri, është shumë normale, nuk është diçka e dëmshme, është vetëm në të mirë të fëmijët. Po, Besa përmende që sa vite merreni. Do që me nga të regu pak për përvojnë edhe që shkën trajtimi i fëmijëve në spektrin e autizmit. Do shta varet edhe prej rastit në rast, ka raste më të leta, më të rënda, po do shta sa mundet me zgjatë edhe se ne i presim që të mund ato rezultatet me qenë shumë të shpejta.
Po, zakonisht prindrit kur fillojnë për herë të parë kanë ato pritshmëritë shumë të mëdha që mrena një periudhe shumë të shkurtë me u bë shumë mirë. Unë ka tash 12 vite buen që punoj me fëmijët me autizëm edhe kom pa shumë raste, domethënë nuk më varet gjithmonë trajtimi. Trajtimi me fillu herët është shumë e rëndësishme. Sa ma herët fillon, aq ma e lehtë është me menaxhu fëmijën edhe me punu me fëmijën. Përveç kësaj, edhe seancat me qenë të vazhdueshme, se prindrit zakonisht e kanë një periudhë, janë shumë entuziastë, fillojnë trajtimin, edhe vinë me shumë entuziazëm, punojnë shumë mirë me fëmijën edhe ka rezultate të mira. Një periudhë lodhen, e lojnë pak anash, prap binë rezultatet edhe të fëmiju, do me thonë shumë variojnë këto ndryshimet, po mbaret prej shumë faktorëve, mandej sa munden me zgjatë seancat, munden varësisht sa është i prekun fëmiju. Varësisht që shka qenë në atë periudhë gjatë seancave, se ka shumë raste, është sezona e gripeve, ose ka një diçka tjetër fëmiju, ose nuk e ka bu gjumin që shduhet, edhe nuk mundet me pas rezultat mrena një periudhë shumë të shkurt. Na punoj me manualin ABLES, a i zakonisht llogaritet deri në moshën 6 vjeçare për fëmijë tipik, do me thonë zhvillimin deri në moshën 6 vjeçare. Mandej fëmijëve me nevojat veçanta ju shkon ndoshta 2 ose 3 vjet ma vonë, po është e rëndësishme që me ndjek hapas hapi ato procedurat edhe me ndjek hapas hapi atë planin individual zhvillimor që e hartojmë në mrena aty në seancave. Po, Besa, ndoshta edhe tërë seanca nuk është e mjaftueshme nëse nuk punohet edhe pas seancave me fëmijën, është gjithmonë ky zinxhiri, ndoshta ky trekëndshi, fëmiu, prindi, edhe psikologu. Çfarë duhet të dinë ndoshta edhe prindrit që nuk kanë mundësi ndoshta me dërgu një fëmijë te psikologu, çfarë duhet të punohet ndoshta edhe pas seancave, sepse dihet që ndoshta vetëm një seancë nuk është e mjaftueshme nëse i kryen një orë ose sa zgjatë dhe mandej nuk merresh më fare me fëmijët, po themi. Unë zakonisht seanca zgjat 45 deri në 60 minuta, që mrena ditës është shumë pak për një fëmijë me autizëm, po pjesën tjetër do me thonë duhet mu angazhu edhe prindi. Unë gjithmonë ju them edhe prindve, ne duhet me qenë një rreth vicioz që në qendër të vëmendjes gjithë duhet me pas fëmijën. Qoftë mësuesja e shkollës, edukatorja e kopshtit, prindi, psikologu, terapisti, logopedi, kudo që fëmiju merr trajtim. Nëse ne bashkëpunojmë të gjithë në atë aspekt, automatikisht fëmiju ka me pas sukses. Për ndryshe me prit veç prej një personi, veç prej një seance 45 minutë që mrena ditës, është shumë pak me pas pritshmëri shumë të mëdhaja. Prindrit duhet me pas kujdes se zakonisht mbas seancës ne ju rekomandojmë qysh me punu, çka me u fokusu ma shumë mrena ditës ose mrena javës, edhe ka shumë raste, nuk po du me i qitë në pozit keqe as prindrit, po ka shumë raste që ajo pjesë neglizhohet komplet, fëmiu në shtëpi ose tabletin ose telefonin edhe nuk është i angazhuar kurrë në detyra ose në aktivitetet të përditshme në shtëpi, edhe automatikisht ndikon ajo që me ra në pjesën e detyrave. Po,